Konkursi i cili zgjati 9 muaj dhe prolloi shpërdorim detyre, përfundon në Prokurorinë e Shkodrës. Kandidatet e diskriminuar nga procedurat e këtij konkursi janë drejtuar platformës të bashkëqeverisjes, ku kanë denoncuar me fakte dhe prova procedurën e konkursit në qendrën kërkimore albanologjike për 9 muaj me radhë. Nga platforma bashkëqeverisjes, ankesat dhe materialet janë drejtuar në Ministrinë e Arsimit dhe në Prokurorinë e Rrethit Shkodër. Të dy këto institucione kanë filluar procesin e verifikimit dhe kontrollit të gjitha procedurave dhe dokumentave që ky konkurs ka prolluar për gjatë 9 muajve. Ministria dhe Prokuroria kanë kërkuar dokumentacion pranë rektorit të universitetit, ndërsa Prokuroria nuk është mjaftuar me kaq, por ka shkuar më tej. Ajo ka thirrur dhe ka marrë në pyetje rektorin e Universitetit të Shkodrës, Tonin Gjuraj, si person përgjegjës për zhvillimin e këtij konkursi dhe njëkohësisht i akuzuar drejt për drejt nga kandidatët denoncues në platformën e bashkëqeverisjes. Gjithashtu, përveç rektorit, është thirrur edhe zëvendësi rektori Aliana Laçaj, si përfaqësuese drejt për drejt e rektorit Gjuraj në këtë komision, tek i cili ajo ka vlerësuar kolegët e saj në këtë konkurs me 0 pikë. Për të njëjtat arsye, është thirrur edhe zëvendës dekani i Fakultetit të Shkencave Shoqërore, Dritan Rustja, i cili ishte në këtë komision si përfaqësues i dekanit të këtij fakulteti. Zëvendës dekani Rustja në vlerësimet e tij me 0 pikë ishte në të njëjtën linjë me zëvendës rektoren Laçaj për vlerësimin e kandidatëve humbës. Gjithashtu, Prokuroria e Shkodrës ka thirrur edhe 3 antarët e komisionit që janë pjesë e kësaj qendre, por që nuk kanë vlerësuar me 0 pikë. Që nga rektori Gjuraj e deri tek antarët e qendrës u morën në pyetje në kuadër të një procedure të filluar për shpërdorim detyre nga 2 përfaqësuesit e rektorit dhe dekanit në këtë komision.